Dy familjet Shkreta dhe Llani janë kthyer në armiqë të përbetuar ndaj njëri tjetrit, duke shënuar brenda 5 muajve 3 të vrarë dhe 2 të plagosur. Emanuel Shkreta, i cili para disa ditësh i shpëtoi pritës së organizuar kundër vëllait të tij dhe atij vet, akuzon si autor të ngjarjes Jetmir dhe Muharrem Llanin. Emanuel Shkreta tregon momentet e atentatit ku u vraj vëllai i tij. Sipas Shkretës, ditën e atentatit Jetmir Llani ka dalë përpara duke i zënë prit dhe duke i thënë se po merr hakun e të birit. Kujtoj se Jetmir Llani me gjithë Muharrem Llanin, vllajën e tij, në distancë 5-6 metra, më shfaqur përpara dhe më ka thënë, më bëni të fala djalit që kam tokë. Edhe ka shmrazur breshëritë e kallashit. Kam ulur kokën, kam marrë një plagë në shpatull. Mbas 3 orësh ka ardhur policia, ata se zvinin, se janë bashkëpunëtor tyre. Djali i familjes Shkreta dhe nëna e tij apelojnë për vënien në vend të drejtësisë, pasi në të kundërt ata do të bëjnë veç gjyqësi. Unë Jetmir Llanin dhe Muharrem Llanin i kam pa me sytë e mi. Drejtësia turët vej dorën, për ndryshe do vetë gjykoj. Kjo është një vrasje e jashtëzakonshme. Ai nuk njeh kufi. Prandaj duam që policia të kërkojë kriminalët. Familjet Shkreta dhe Llani kanë hyrë në hasmëri mes tyre pas vrasjes së 9-vjeçarit djalit të Jetmir Llanit. Pas kësaj dite në familjet Llani dhe Shkreta, ngjarjet kanë pësuar njëra tjetrën, ku pak muaj më pas u vra Mark Shkreta, babai i njërit prej autorëve tashmë të dënuar për vrasjen e të miturit, për të vijuar më pas me vrasjen e Gentian Shkretës dhe plagosjen e vëllait të tij Emanuel Shkreta. Këto ngjarje të paralajmëruara duket se nuk do të ndalin.